Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të vazhduar të ndajmë ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Unë e di që ju fansat e Selin dëshironi që çdo ditë në fakt të dëgjoni rreth Selin Bollatit, rreth përditshmërisë së saj, rreth jetës së saj, rreth të bomeve të saj, çfarë po ndodh me Selinën, si është fati i saj, çfarë po ndodh me Gimbon, si qëndrojnë gjërat e tyre. Selina dhe Gimbo janë që të dy janë shumë të lumtur, janë shumë pozitiv, din të dhurojnë shumë energji të mirë, din të dhurojnë shumë dashuri dhe din të na bëjnë shumë për vete. Domethënë, kanë qenë të mbërthyer për ekrani dhe na kanë dhënë një show të paparë, na kanë dhënë një atraktivitet të paparë që ne në fakti duam dhe duam t'i mbështesim. Çfarë po ndodh me Selina dhe Gimbo? Selina dhe Gimbo nuk është se janë fokusuar tek fama, nuk është se janë fokusuar tek projektet, nuk është se janë fokusuar tek emisionet, sepse aq mundësi kanë, mundeshin të ndërtojnë një studio, të bënin një podcast edhe të ishin pothuajse çdo javë të klikueshëm, por jo. Selina dhe Gimbo janë fokusuar një herë tek dashuria e tyre, tek përditshmëria e tyre, dhe vazhdojnë të jenë domethënë në qendër të vëmendjes, vazhdojnë të jenë në fokus për ato që në fakt ato japin edhe tregojnë. Domethënë janë një dyshe që din të bëjnë gjithmonë publikun për vete. Ato janë të fokusuar tashmë tek lidhja, domethënë mundohen që të rinë të dy së bashku gjatë gjithë kohës. Gimbo pothuajse më shumë këtë kohë ka qenë në Shqipëri sepse ka ardhur dhe Vjeri në këtë rast, zotëria Toni, i cili në fakt di të dhuroj vetëm emocion dhe di të dhuroj momente të bukura, domethënë kanë kaluar çaste fantastike. Selina dhe Gimbo pas ditëlindjes së Gretës kanë përzgjedhur që të bëjnë një shëtitje, domethënë kanë bërë shëtitje nëpër Shqipëri që tregon që i kushtojnë shumë kohë dhe shumë momente vetes së tyre dhe emocione dhe dashurisë së tyre, kështu që e bën që të jenë të veçantë, të bekuar dhe shumë të lumtur. Marrëdhënia e tyre vazhdon që të jetë në fokus, marrëdhënia e tyre vazhdon që të jetë shumë cute, shumë nice dhe ne çdo ditë mundohemi që t'i mbështesim, t'ju dhurojmë emocion dhe të jemi pranë tyre. Do të thënë, dyshja është fantastike, dyshja çdo ditë na bën që ne të jemi më të fokusuar dhe të lidhur për to dhe na bën që ne të jetojmë dhe të shijojmë këto çaste fantastike që vetëm Gimbo dhe Selin ditë jep. Do të thënë, është gjithçka në rregull dhe marrëdhënia është fantastike. Është dashuri e sinqertë. Më besoni që është dashuri e sinqertë dhe besoni këtij raporti.